vjerën e marrë me veti veç a vjen. Jena bo shumë, kallabllak, sa dush. TikTok o full. Full është. Me dit me e bo kontentin e mirë, me i pas shikueshmërinë e mirë, me dit me i bo krejt që shdohet, ti vetë e ban një shumë të mirë. Heqeq me thonë, vetës tone ti rren gati sa dush. Hira e kim plan më mirë me TikTok halo, a po do me lion kështu? Jo, TikToku se lo. Ose do me marrë me vjerën me vite? Unë vjerën e marrë me veti veç a vjen. Aja ka njësë kështu me thirë më shku me të dyta, na i konë më shku me vjerën. Valla, deri qëtash jo shumë, qëtash s'kom pas shumë bashkëpunime, se deri sa e hopa lokalin, senet e mija i buna gati, nuk pata shumë ko mu mirë me bashkëpunime të anë e TikTokot, po qëtash kur ja nisin, unë e marrë veç a vjen. Të po të bo. Bash, fix të bo. A i ke të regu se është bajagi pjesë e mirë më mirë me TikTok, normali dhe paguhen bajagi shumë. Është shumë punë e mirë, sinqerisht edhe këtave që e din, në fillim ju kom të regua dhe jenë çudit, se është diçka që për njëme unë e bëj me shumë qef. Nuk e krasoj si punë që e kam sallën punën, po knaqna njëjtë, e bëj me shumë qef. Ka njëherë nuk e llogariti pile si punë, edhe mos me kom bashkëpunim, spritoj me postu. Nëse nuk isha ka në të punu me tashma me zonjën Valbon, a kësha vërtë më mirë vesh me TikTok edhe kisha pa vetë si pun ta më pun? Jo, asë njerë s'mërej që kësha mujtë me bo TikTokon, veç TikTokon, veç ato më merë, se po mdo këtë që për derisa ti merë është me TikTok, bo është ma pasive, se i bën 2-3 video në ditë edhe rren. E s'moj, pa e pos një plan, me shku dikon, me bo diqka një orë, s'di, s'moj me nejtë. Po du me të pyt pak të kjo pjesa, sa nashta ja ka njës me vlerësu punën e influencerave në Kosovë. Se deri nashta para një kohë shumë të shkurt, i kam pa veç që përbojnë reklama në TikTok, shkojnë i provujnë diçka që ato, e marrë një produkt diçka, se kanë marrë si seriozisht si punë. Sa ja ka njës me pranu si punë ta manë qëtash? Tash si punë ta manë, veç se u bo, menej unë, ama veç është pu pak një sen që jena bo shumë, kallabllak, sa dush. TikTok o full. Full është, po edhe u bo një sen që pak TikTok o që me thonë u bo ma, s'po di, po hen gjithë kosh me thonë, po postan gjithë shka, edhe tani punën që unë e bëj, pak po ma hup, edhe s'po është kontenti i mirë. Sa mundet me fitu një tiktokere qëtash në Kosovë? Të me thonë, qëtash masi që ja ka njës me kuptu punën edhe nashta gjithë se cili biznes e ofron një tiktokere ose e merë që për mja reklamu produktet, biznesin e krejt, edhe nashta sa mundet me përfitu qëtash? Me dit me e bo kontentin e mirë, me i pas shikueshmërinë e mirë, me dit me i bo krejt që shdohet, ti vetë e ban një shumë të mirë, heqeq me thonë, vetës tone ti rren gati sa dush. Pravërsisht? Pravërsisht s'po di sa me da thonë një shumë, po bëllë është veç për mjena i të vetës tone gati. Krejt qefit e tua mi kry. Veç me TikTok, se lema me punu edhe qka tjetër. Cila po fitoni ma shumë që tash? Lezore një normal se Hira i ka 2 pozita. Edhe influencera dhe... Po që e kjo e ka përvojën atë modhe se unë të puna, ka kliente ma shumë se unë, edhe jo, si barabartë. Po e Hira e ka një të mirë se klientet e mia kalojnë shpesht e Hira, e ka një plus. Unë e kom fillu prej zeros, do me thonë s'kom pas... Për krajën e kërkojt. Qysh është me pas nusën influencera, pra? Shumë mirë. Apo do me animu na i tro, apo do me të animu kjo ty, cilës keni me animu qëtash? Dyjat. Ku mesëm? Qato ku të ndef me animu njëra tjetërë.